Isha, jemi së bashku për herë të parë pas fillimit të konfliktit të armatosur, ndaj doja të pyesja direkt. Si po përcillet nga qarqet politike dhe mediatike në Moskë ky konflikti armatosur mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit dhe Iranit pas muajit të parë, ose më saktë në ditën e 36 të tij? Nga ana zyrtare, për shembull, Kremlini zyrtar e ka dënuar këtë agresion të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit ndaj një shteti sovran siç është Irani. Nga ana tjetër, tonaliteti i gjuhës së përdorur në diplomaci dhe në mass mediat, le të themi, zyrtare që janë në mbikëqyrje, që goxha i butë në drejtim të Izraelit, le të themi. Nuk flitet për sionistët izraelit e tjerë, po flitet për ushtrinë e mbrojtjes së Izraelit, pra kjo lloj terminologjie mbizotron. Pra kjo gjë të bën të kuptosh që deri diku edhe lobi ebrej në Moskë është prezent. Nga ana tjetër është shtypi, domethënë që është, le të themi, më shumë i lirë. Ata po, domethënë, vazhdojnë të dënojnë me shprehje të forta dhe duke i klasifikuar, domethënë, Izraelin si një shtet terrorist që vret fëmijë dhe gra. Domethënë, dhe kjo është, domethënë, mbizotron në ata, dhe sigurisht është mbështetja totale e Iranit, por në fjalë kryesisht. Për sa i përket ndihmës konkrete të Rusisë për Iranin, edhe në nivel zyrtar diplomatik, deklaratat kanë qenë që Rusia do të mbështesë gjithmonë Iranin dhe do të dërgojë ndihmë humanitare. Dhe kjo është, domethënë, pika kyçe, pra ndihmat humanitare. Për sa i përket, le të themi, furnizimeve me municione, me armë e tjerë, vetë Sergej Lavrov, ministri i jashtëm, deklaroi që Rusia ka furnizuar dhe ka pasur kontrata ushtarake me Iranin dhe ka furnizuar Iranin me pajisje ushtarake. Mirë, por nëse do kujtojmë luftën 12 ditorçe, domethënë kur presidenti Putin deklaroi që ne i kemi ofruar Iranit domethënë armë kundërajrore dhe ata e kanë refuzuar duke deklaruar që nuk kemi nevojë pasi kemi armët tona të sofistikuara. Për sa i përket informacioneve për të goditur bazat amerikane apo aeroplan mbajtësit e tjerë, tu ka të ngjarë më tepër që të jetë dora e fshehtë e Kinës sesa e Rusisë. Pse mendoj kështu? Janë pikërisht sputnikët kinezë që përdoren më tepër, dhe jo më tepër, po përdoren nga Irani dhe jo ata rusë. Dhe për këtë arsye është më e kollajshme që të gjitha teknologjitë e vëzhgimit dhe të vendodhjes së pikave të ndryshme ushtarake është e përdorshme me Sputnik kinez. Prandaj edhe kjo mund të jetë një temë. Nga ana tjetër, flitet që Rusia ka pasur një insight që nuk mund ta vërtetoj, vetëm se ishte si punë insight nga një gazetë ruse. Domethënë që deklaroi që Rusia i kishte ofruar Shteteve të Bashkuara që në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të refuzonin të jepnin informacione për Ukrainën, atëherë dhe Rusia do ta kishte bërë të njëjtën gjë për Iranin. Gjë që amerikanët për moment e kanë refuzuar.